vdekja është proces, është humbje. Nga jeta na edhe marrum, po edhe japim. Mos të shohim diçka që është jo njerëzore, është proces natyror. Unë për vete dhimbjen, ankthin, frikën dhe çdo pasojë tjetër që sjell jeta e luftoj vetëm me meditim. Meditim do të thotë ti jesh përballë vetvetes dhe ti dalësh të vërtetës përpara. Çdo gjë ndodh, mendja është sikur treni që vjen, nalet dhe vazhdon. Mos u bë stacion për me pranu vetëm trena, po bëre ai që e përcjell të kaluarën. Por gjithsesi është proces i dhimbshëm dhe cila është ajo metoda që ndoshta do të na mbante në jetë nga një humbje e madhe. Unë kam pas një rast para 7 viteve që e puna një pyetje thuj të tillë. E pyeta një njeri shumë të madh në këtë drejtim dhe më tha, fitim kur pranoj humbje, thonë vetëm 7 sekonda tha kam bënë një metodë që mirëna me humbjen edhe dhimbjen. Tha mrena çatë 7 sekonda, tha këtë bota jam shkatërrohet. Mirë po i dha fund, ma 7 sekonda tha ndryshoj, po unë i tha më po shqiptare, edhe unë kam qef 7 vjet me mojt zien, ata tha jo. Tha nuk ndrysho kur gjë. Para mendoj tha ti hub vetë 7 vjet tuat. 7 sekonda tha në rregull se nuk mundesh me ndryshu, ama ju tha 7 vjet. Më ka vënë 3 javë ditë mi kuptu që ka dashtaj me thonë atë mesazh. E mesazhi im është sa ma pak që merrem me dhimbje, aq më mirë jemi. Duhet me leju edhe të vdekurit me gjetë qetësinë e vet shpirtërore. Jo më marr me ata që nuk e kemi në dorë, po e kemi në shpirt. Maje në shpirt, maje në mendje, maje për të mirë. Mirë po lere hapësirën të kalon botën tjetër. Dhe cila është ajo metoda ndoshta e dur se si duhet t'i kujtojmë njerëzit që nuk janë më në mesin tonë? Metoda jam është heshtja, është pranimi i jetës, i realitetit të ri. Po, është mbaj përgjegjësi në atë moment edhe mbaj përgjegjësi për tjerët. Të nuk muna me metë si robi asaj se që ka ndodhë, mu mbyll për tjerët, sepse kur e mbylli derën për dhimbje, e mbylli edhe për gëzim. Ti jemi shumë të qartë, ta mojmë shpirt mirën, ta mojmë mendje, personin, pavarësisht se sa afër jemi. Mirë po nuk kemi mundësina, sepse jemi të kufizuar edhe me ku mu marr, gjithmonë me çdo mëngjes më quhet dhe më aprish veti rahatin, sepse nëse je martum në nuse e jotja ose një fëmijë yti ai lyp organizim ditor të smunësh për shembull milon ato që ka ndodhur me ta nxon diellin si një re e mbyllur. Dhimbja është proces, humbja është proces. Mirë po ky proces